Atëherë, në rast se do të merrni pushtetin, cili është premtimi i parë që do mbani? Ditën që i vini në karike, cili është po themi dokumenti që do firmosni? Se gjithë kryeministrat sa jepin thonë ky vendim, cili është vendimi i parë që do firmosni ju si kryeminist? Ne si Shpresë e Kombit kemi një program dhe programi që kemi është 51 pika, do zbatohet. Ditën parë unë po i them para publikut si Sali Berishës, Edi Ramës dhe këtë klyshve të tjerë do kenë fatin të jenë në Burg këto ditë me këtë regjim. Ditën parë Shpuka qeveria me Burgus, të futë në Burg qeveria, të futë prokuroria e timit. Si mund të futë qeveria në Burg, se Enver Hoxha të futë në Burg, komunizmi nësë do bërë diktaturë. Këtu je një intelektual, por pavarësisht se jeni mësuar me këto fjalët e këtyre, njerëzit i futën në Burg. Në këtë mënyrë, Enver Hoxha i fuste me dru, dhe Enver Hoxha i fuste familjet më të mira, i vravi, i intrenovi, i burgosi.